Trump është shumë herë më i fokusuar në një senjal dhune kundër vetë Amerikanëve. Ti nxisi frikë domethënë? Ti fusin ata në frikë. Panik. Në panik, t'ju thot atyre që këtu vendos unë dhe jo gjykata. Sepse Trump është jashtëzakonisht i akuzuar dhe në rrezik maksimal nga paditë që rrjedhin njëra mbi tjetrën, sidomos për pedofilie për çfarë dush ti. Për vjedhje, për manipulime, për mos pagim taksash dhe ai tash i ka ndërmarrë me njëherë sulmin kundër Groenlandës. Direkt pas saj. Për të marrë Groenlandën. Dhe ka parlemuar edhe për shtetet tjera që bëjnë jetën gjësim madhore në Venezuela. Qëllimi është që ai të justifikojë çdo lloj veprimi agresiv që ka bërë edhe Netanyahu, që nesër mund të ngrihet me pretendimin që duam edhe Sirin, duam edhe Libanin, duam edhe Palestinën, duam edhe pjesë nga Irani apo të gjithë Iran e tjera. Kjo është një teori jashtëzakonisht agresive dhe jashtëzakonisht e rrezikshme. Dhe unë besoj që ati do t'i kthehet në bumerang. Kthehet thua? Unë them që po. Pse?